Bravo, vajzë, shpejt në përvëndet tuaja. Bravo. Atere, mileruar, jo më lakë se mbrëm folën për kopshin zoologjik. Mos harroni me dy o. Me dy o. E kanë hequr me ligj. Alkohol. Zoo, i kanë hequr. Alkohol, i kanë hequr, nuk kamë. Alkohol. Nuk ka kështu alkohol. Varet sa pi. Në qofë se pi shumë, ajo oja, derisa. Te bravo bëm. Kopshin zoologjik, duhet një shkop me nxjerr llapën jashtë. Kishte një problem ke kopshin zoologjik, sepse fliteshe për dhel prën dilte Syrieva, fliteshe për Ariun dilte Syrieva, fliteshe për Ujkun dilte Syrieva. Vetëm kur u fol për gjarprin, nuk doli as Syrieva as gjarpri. A disa gjarpri ka ti? Ka i pelgue? Shyqe gjarpri është kafsha më e bukur. Reptili më i bukur. Sot do të flasim për kopshtin tjetër këtu në Tiranë, atë botanik. Botanik apo thjesht botanik? Se po thashtë edhe ky botanik. Ky është botanik. Atere, në kushte mizerabël, në fund të gjithë kësti edicioni, ose këtyre informacion që të japim, ata që të jetë vëmendshëm, por që nuk do t'i quaj komunist ose enverist, do të bëj një krahasimorë të tillë. Pas ka qenë më mirë në kohë e Enverit. Ama jo. Absolutisht po. Mos e thonë aty ka punonjës që kanë 171 që kur është themeluar kopshti botanik. Më fal. Që thonë, më mirë ishte në atë kohë. Po a di pse ishte më mirë atëherë? Se fap gay grupi armiqësor brenda kopshtit botanik. Fal një sekond. Po pasaj, për te kësaj, po flas për kopshtin botanik, që kishte 1400 lloje bimësh brenda. Sot s'ka as gjysmat. Ndiqe pak hapin e parë. I keni quar bimët. Sot kemi ardhur në kopshtin botanik. Ky kopsht është krijuar në vitin 1971. Në momentin e krijimit ka pasur 15 hektar tokë, ndërsa sot ka vetëm 13 hektar, pra 2 hektar më pak. Ky ka qenë si objekt studimi për Fakultetin e Shkencave të Natyrës. Në momentin e krijimit ka pasur 1400 lloje bimësh. Unë kam punuar 20 vjet këtu. Edhe çfarë shikoj këtu, të mjellore kam mjellë këtë dorë. Krahasim me ato vite, si është tani gjendja? Gjendja tani është shumë e keqe. Me ato vite. S'ka si lloj bime, ku ka? Kopsht botanik e thon kot. Ky kopsht mirëmbahej duke u vaditur dhe ka pasur një lidhje direkte që bëhej me liçenin artificial. Kjo lloj vaditje sot nuk mund të bëhet, për arsye se lidhja që bëhej me tubacione me liçenin artificial sot nuk ekziston më, si pasojë e ndërtimeve rreth rrotulltie dhe rrugës së re. Sa kohë keni që punoni në kopshtin botanik, zoti Gjilde? Rreth 15 vjet. Cilat janë problematikat që hasën më shumë në kopshtin botanik sot? Problematikat tu janë për pika parë është vaditja, se ne kemi pas marrë ujin nga rezervari i madh. Tash këto ai s'funksionon më, se është prish linja komplet. Po si e bëni për të vaditur? Ne tash vetëm me këto mbledhjet ujore të voglat, me sakrifica më të mëdha, si sa më i maj gjallë është kjo punë, se nuk ja dalim dot pa ujë. Shohim që palmat janë të thara thuajse. Pse i lëni në këtë formë? Po ne ato që pas na proni një makinë të madhe një vinç, se ne me shkallë nuk i kapim dot me i prej. Këto nuk punojnë si për arsye se këto ne s'kemi ujë me i mush. Që ne kemi pas majt me ujë, edhe me bim ujore, mërna. Të shi ujë s'ka. Ne s'kemi ujë as për vadit, as për të s'ka ujë dhe për të pi me deshti i qezëm si kemi edhe ajo. Nuk pa na mand edhe për të pi, edhe për të la duart punëtorët kur ishte. Ky është liçeni që ka pasur me bim ujore. Por ky ka vite, që ka një rrjedhje, dhe ne këtë rrjedhje shumë pe e gjejmë dot, si don fonde. Pamja që do ofron sot kopshti botanik është e trisht. Ai tashmë është kthyer në një park për fëmijë dhe të moshuar, ndërsa prej vitesh ka humbur funksionin për të cilin është ndërtuar, si objekt studimi për studentët e Fakultetit të Shkencave. Sot ky kopsht mund të arrisë lule vetëm gjatë verës, për arsye se sera e cila është ndërtuar në shërbim të këtij kopshti tashmë është amortizuar tërësisht. Këtu kam filluar punë në vitin 1971, që me përurimin e kopshtit botanik dhe vazhdoj edhe sot e kësaj dite. Por ndryshimi i asaj që ka filluar në fillim, me tani ndryshon shumë si nata me ditën. Gjatë dimrit tu nuk ka ngrohje dhe gjendja e bimeve gjithnjë bien, sepse këto janë bimë që kërkojnë ngrohje dhe që mbas demokracia këtej nuk ka pas asnjëherë ngrohje.
Dhe xhamat janë shumë të thyer, janë shumë të konsumuar, bien vazhdimisht, gjithnjë thyen edhe nga rruga që kalohet nga autostrada, fëmijët kalojnë dhe gjuajnë me gur, dhe është rrezik edhe për jetën tonë dhe për bimët prap këtu. Pra, kjo ishte hapi I parë, kjo ishte kopshti botanik edhe çeke, ha. Se I thojnë kopësht, se si thojnë parku botanik. Është kopësht me drek apo pa drek? Po mirë, nuk ndoshta kjo ka ngjerë një kështu. Nuk e di pse kjo se kishte menduar, le të mendosh pak të përgjigje nesër. Kjo kopësht, po parku botanik atëre. Quhet park botanik këto qepeti, pak këto qepeti. Ajo që më pëlqeu mua është kjo, që palmat në gjithë botën shkojnë kështu, lart, në kopshtin botanik janë. Ja mirë. Shishin ato palmat varura ashtu. Ndiqeni pak me vëmendje një hap të dytë. Problematikën që e thon vetë ata që punojnë atje. Ndiqeni pak të zonjën që ka 42 vjet, 171, pra, që punon. Që punon atje dhe thot sa shumë gjëra kanë ndryshuar. Më shoqë. E habitshme. Pra, në kaq vite që mbaj mend jetë unë, kanë ndryshuar shumë gjëra në Tiranë. Nuk janë më ato rrugicat e bukura si dikur, nuk janë ato shtëpitë private më si dikur sepse ka të mësuar pallate, absolutisht po. Nuk ka më hurma në për shtëpi private që tek tuk vidhim dhe ndonjëherë, nuk ka më pjegulla ose ardhi rrushi, caraca duhet ketë tek tuk në një, në për ato Tiranësit e vjetër fare. Nuk ka më Tirana ato. S'ka më njësitë guerrile, trakte. Nuk ka më dyqanet e vajgurit si dikur që shkoshim nga Knea ne për ble vajgur për tjera. Rramat e qumshtit. Sot në Tiranë ka shumë trafik, ka shumë plur dhe si për të merë të gjithë kësaj historie, për të kompensuar pak të plur e smok, nuk po ka më as zoologjik, as botanik. Dile hapin e dytë. Paratë mbledhur nga studentët që arsimojnë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës është I vetmi fond për investimet në kopshtin botanik. Ndërsa nga qeveritë e 20 viteve të fundit nuk ka patur ndonjë vendim për të akorduar ndonjë fond të posaçëm për të vetmin kopsht botanik në Shqipëri. Duhet ju informoj se të gjitha investimet që bëhen në kopshtin botanik duhet keni parasysh që bëhen me të ardhurat nga studentë të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, domethënë me të ardhurat tona që ne e quajmë kjo. Duke qenë se pjesa e fakultetit se studentë të Fakultetit të Shkencave shfrytëzojnë kopshtin botanik jo më shumë se të tjerët, por shumë më pak se të tjerët ndoshta, dhe duke qenë se kopshti botanik është një institucion të themi kombëtar, sepse është unik në llojin e tij, mendoj që një pjesë të investimeve aty dhe plotësimin e nevojave të kopshtit botanik duhet të bëhet edhe nga buxheti I shtetit, mendoj unë. Duhet kishte një ndërhyrje edhe më të madhe për ta bërë këtë më të mirë, më funksional si edhe për qëllimin që ka. Sa është buxheti parashikuar për investimet në kopshtin botanik për këtë vit? Për këtë vit në kopshtin botanik janë parashikuar rreth 2 milion lekë të reja. Këtu nuk përfshihen pagat sigurimit shoqëror. Problematik tjetër që hasët në këtë kopsht është edhe një makinë që kanë pasur për ekspedita. Ne edhe në buxhetin e vitit 2013 dhe 2014 kemi parashikuar fond për blerjen e një kamionçine sipas kërkesave ose sipas specifikimeve teknike që kanë bërë vetë përfaqësuesit e kopshtit, me vlerën 1.5 milion lekë. Për këtë vit janë parashikuar rreth 50 metra katror xhama për serët, rreth 400 vazo, edhe ple organik për bimë të zbukurimit dhe ato bimë të tjera që janë aty. Dhe me siguri që deri në muajin qershor ato do të vendosen aty. Ndërtimi I rrugës së re në pjesën e kopshtit botanik nuk ka kaluar pa lënë shenjë. Për ndërtimin e kësaj rruge është prishur një godinë dhe është marrë një pjesë e konsiderueshme toke. Ndërkohë që autoriteti I rrugëve duhet bënte disa kompensime, rindërtimin e këtij objekti, gjithashtu edhe disa kompensime të tjera që do t'i shërbenin këtij kopshti. Mirë po deri më sot nuk është bërë asnjë gjë e tillë. Kopshti botanik sot është katandisur në 13 hektarë, duke marrë një pjesë të saj disa ndërtime rreth rrotullti dhe një pjesë e rrugës. Mirë po si kur mos mjaftojë gjitha kjo, ai tashmë është kthyer edhe si kullot për kafshët. Shikoni edhe vetë pamjet se çfarë ofron kopshti botanik sot.
ka gjetur thuaj, si ka mundësi. A mund t'i dedikoj një duart rokitje studentëve të cilët heqin buken e gojës për të majtur një kopsht botanik, bravo. Të cilët duhet ta marrë shteti. Atëherë, kompetenca gjuhësh. Ose unë dua një të madhe. Për kë? Që pse nuk ndërryn shteti, se në fakt kompetenca të tilla janë. Është momenti që shteti të ndërry. Kryeministri, Ministria e Kulturës, a kush të dojë ta marrë përsipër, t'japi ca para më tepër nga buxheti i shtetit. Sepse? Për të sjellë pak ujë nga liçeni artificial që është aty afër. Sepse? Për të mbjellë një pemë më tepër. Sepse? Thuaj. Çuna të lidhur me pushtetin, i kanë bë me gjithë zez kopshtit botanik. I kanë prej ujin. Dita që dhënë, inshallah. Po, kuçetra. Ja po, ja ka pi ujë kuçetra botanikut. Ta bëjmë një pazat të madh aty me 20 kate, ta shesim 1800 euro metrin katror. Po, iku kjo pjesa. E dyta. E dyta? E dyta. Po pse pak duket kjo? Nga 15 hektar, ka sa kishte përfunduar? Në 13. Në 13, ku i quat 2 hektar? 2 hektar. Pra 2 hektar, shiko, është një keq menaxhimi i komunës Park, cila jo pak herë ka ndërhyrë dhe ka bërë themelet brenda këtij kopshti ose parku botanik, nëse do ta quajmë kështu. Ka ngel gardi ose pallatet janë afër gardit fare. Ndërkohë që duhet ishte tejet ndryshe fare. I kanë ardhur kopshtit botanik kështu sipër. Po, mos ngeli vetëm kjo pjesa e fakultetit që aq mundësi ka dhe e shtetit që nuk po ndërryn. Ka një një fajtor tjetër të madh, një fajtor tjetër të madh. Kush është? Një që ka faj shumë. Kush? Që jemi unë dhe ti. Pse? Që kemi shtëpi në katin e 3. Dy xhama kam thyke sera. Lëre serë, se pitove dhe serë, mos me serën. Që jetojmë aty për rreth. Të lutem regjia këto pamje ktheu pak ju të shikoni në ekranin tuaj në shtëpitë tuaja. Këto janë ato që ne bëjmë, njerëzit. Ja, në njerëzit. Ky është gardi i kopshtit botanik. O, sa bukur. Ja, sa bukur, ha? Të pëlqen kjo pamje? Ja. Më pëlqen ky bari i miksuar me plera. Ju bravo. Pra, në pamundësi që të thanë a punëtorët e që s'kemi që ç'a të bëjmë. Nuk kemi ujë, nuk kemi fonde. Ke gabim. Ç'a ka? Instalacione të tilla bëjnë studentët ka Akademia e Arteve. Janë instalacione këto. Kjo është art. Dafina dhe qeset e plerave. Është urban art. Urban art. Pra, një palë, ato ishin një palë ashtu. Pampers. Mbafje ishin. Mbafje. Ja, një kovë dhe një qese. Çka dashur thot autori me këtë? Nuk ishte qese të do, ishte qese jeshile. Një vud, një kovë përsëri me një rrethim atje. Aça gardi. Aça. E merr këtë tetanozin vetëm duke e parë. Jo vetëm. Në shumë vende ky gardi është shkëlyer, po çrëndsi ka kjo. Më fal. Nga 1400 bim kanë ngelur 900 bim, po kjo është ligji i mbijetesës. Ja. Do mbijetojnë bimet më të forta. Opa, ja hodhi, po pse moj teta e hodha aty atë qesen? Po pse moj teta? I pe ato rrafët, a di për çajnë ato? Për të matur gjatësin, kush e hedh qesen më larg. E ke parë kjo hedhja shtizës? Ne që banojmë atje për rreth, të gjithë ju që banoni atje për rreth, përveç pamundësisë që ka ky kopësht për të mbajtur me para dhe me makinë për të marrë bim në për Shqipëri e plera etj. Ore makinë. Mos ja rëndojmë. Kur që nga 71 nuk kanë pasur këto kamionçin? Jo, kanë pasur kamionçin. Ku kanë çuar kamionçin? Po erdhi një kamionçin? moment që menduan që mos ketë më kamionçin atje. Po kush e mendoi këtë zgjidhje kaq geniale? Mendja humane? Homo sapiens ka qenë ai funit që ka qenë më i zgjuari nga gjithë ata që njohun sot në tokë. Homo sapiens i fundit ai ka qenë më i zgjuari. Më i zgjuari. Ai që shpiku atë. Që me gur. Dëm vrau ti kë. Ore, një pyetje. Më thuaj. Un kam një propozim për drejtorin e kopshtit. Pyetje apo propozim? Jo, pyetje, po form propozimi. Nëse thuaj shpesh se s'ka drejtori do iki. Duke qenë se un harxoj një mal me lek për bler bim. To pse nuk bëjnë bim që t'i shesin dhe të nxjerrin fondet e tyre? S'kan ujë për t'i vodit. Nuk kanë serë që t'i risin. Janë 2-3 gjëra të vogla. Okej, të shesin kaktuse. Të gjithë duan nga një kaktus. Po, do kthehemi përsëri nesër mbrëma për folur për problemet e tjera. Faleminderit për vëmendjen tuaj. Natën e mirë në përshëndetje. Natën e mirë. Puç. Sot do na kalojnë nga mbrapa, kujdes. Ktheu kështu se kur kalojnë do nga mbrapa. Tu do të fillojë kërcimin sot? To nuk kaluan, to ndaluan. Kaloni. Kujdes. Opa. Bravo, Rripin e sigurimit zoti qytetar. Ti shkollë pak. Flonza!